Po bën xhiron e rrjetit një deklaratë e bërë nga ish-banorja e Big Brother Kosova Juliana Nura, e cila thotë se biletën për ndeshjen Shqipëri-Serbi e ka siguruar nga presidenti i FSHF-s Armand Duka. Kreu i Federatës Shqiptare të Futbollit, Armando Duka, e mohoi kategorikisht diçka të tillë, madje u shpreh se nuk e njeh personin në fjalë dhe prej një muaji nuk ka pasur kohë as të përdor telefonin personal për shkak të angazhimeve me kombëtaren. Edhe pse ish-banorja Big Brother Kosova ka pretenduar se është shumë e njohur edhe në Shqipëri, situata flet vet duke treguar se gjithçka është e amplifikuar për shkak të kërkesës së lartë për një bilet stadiumi. Vlen të përmendet se presidenti i FSHF-s Armand Duka është pranë kombëtares shqiptare në Riga të Letonisë. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.